Atëherë se një vit nga nisja e hetimeve, çfarë është bërë me 102 kontenjeret e dyshuara me mbetje të rrezikshme që aktualisht ndodhen në Porto Romano? Prokuroria e Durrësit në tetor vitit kaluar nisi hetimet për mbi dyshimin se në 102 kontenjerët të nisur nga Shqipëria drejt Tajlandës dhe më pas u kthyen sepse dyshoi se kishte mbetje toksike. Përgjatë gjithë këtij viti, Prokuroria e Durrësit thjesht kuptoi që në Shqipëri nuk ka një laborator të certifikuar i cili merret specifikisht me çështjet e mbetjeve të rrezikshme. Pra Prokuroria vlerëson se nuk ka laborator të specializuar në Shqipëri. Kemi në një hap të radhës nga ana e prokurorisë në këtë drejtim? Po, hapi i radhës pas një viti tashmë është që nga dita e djeshme janë marrë kampionet dhe do të dërgohen në një laborator në Itali dhe pritet pasaj përgjigja e tyre. Më pas janë hapat e tjera ligjore që do të ndërmerren nga Prokuroria e Durrësit. Kjo ka qenë përgjigjja e prokurorisë që i keni dërguar apo është një deklaratë publike nga ana e prokurorisë? Prokuroria 6 muaj më përpara nisi një deklaratë publike e cila theksoi se fillimisht kishte kërkuar 3 laboratorëve që të kryenin ekspertizë mbi këto mbetje të dyshuara toksike dhe të 3 laboratorët nuk ishin as ekspert dhe as laboratorët përkatës. Pas 6 muajsh ku jemi me hetimet? Pas 6 muajsh, prokuroria pretendoi se kishte zbuluar një laborator në Shqipëri i cili kryente analiza të tilla dhe në fakt, në fund, doli në përfundimin se vendi ynë nuk ka asnjë laborator të certifikuar për kryen analizave të dyshuara mbetje toksike. Ndërkohë, gjatë këtij viti ç'po ndodh realisht me këto mbetje në Porto Romano? Ju keni qenë në terren për të parë situatën nga afër? Ishim në terren dhe ajo që pam atje është vërtet shumë e rëndë. Ne folëm me banorët dhe ato na thanë që prej një viti kontenjerët janë në një zonë të hapur, të cilët ne konstatuam edhe vetë, ruhet 24 orë me punonjës të policisë së shtetit, por problematika është që duke qenë një zonë e hapur dhe shumë pranë banesave, rreziku i kontaminimit është shumë i madh. A mund ta thoni pak a shumë sa ishte distanca mes kësaj zone të hapur edhe zonave të banueshme? Aty ku janë vendosur kontenjerët dhe banesat që ishin në zonën aty pranë nuk janë më shumë se sa 150-200 metra. Ne folëm me një nga banorët e zonës dhe ajo që ishte më rëndë që fakti sepse në fillim tha ne reaguam, bëm disa protesta dhe për një viti jemi mësuar me helmin. Kjo zona, për çfarë shërbente kjo zonë e hapur më përpara? Do të thonë shfrytëzoi edhe për diçka tjetër kjo zonë e hapur apo ishte vetëm për mbetje? Kjo zonë përdore nga policia e shtetit kryesisht për mjetet e bllokuara. Ajo që kishte ndodhur aty është që mjetet ishin spostuar nga parkimi dhe kishin dalë në një terren më të hapur dhe ishin vendosur kontenjerët brenda një parkimi të rrethuar. Por që gjithsesi kanë qenë gjatë gjithë kohës nëpërmjet, domethënë në kontakt me kushtet atmosferike. Dhe përveç të tjerash, e gjithë zona aty ka disa kanale kulluese të mëdhej që janë kryesisht që mos ketë përmbytje, sepse është zonë lagunore, por rreziku i kontaminimit nëse vërtet në 102 kontenjerë ka mbetje të rrezikshme është jashtëzakonisht i madh. Këtë e thonë juve apo e thonë dhe ekspertë? E thonë ekspertët dhe veçanërisht njëri prej tyre, i cili është Jim Puckett, drejtori ekzekutiv i BAN, që ngriti shqetësimin e parë që nga Shqipëria drejt Tajlandës po eksportoheshin mbetje të rrezikshme dhe nuk janë pak, janë 2100 tonë.